po sot ato janë shkputur krejtësisht, pra është e mbyllur. Dhe e dyta, që përsëri në bashku e kemi diskutuar, është që edhe financiarisht, edhe nga pikpamja ekonomike, Rusia po bëhet për ditë më shumë vasale e Kinës. Por nuk duhet harrojmë këtu që bërja e Rusisë vasalet e Kinës shkakton probleme shumë të mëdha brenda për brenda Rusisë. Dhe asnjëri nga këto, pra elitet politike dhe financiare të Rusisë, nuk e dëshiron këtë. Prandaj flitet në korridoret e Kremlinit, flitet që Putin ka vendos në pjesën më të madhe të takimeve të hapura, vendos sozinë e tij dhe ka shtuar masat e sigurisë 2 herë më shumë për të ruajtur veten, sepse i druhet një atentati që mund të vijë nga momenti në moment. Mund të ndodhin atentate në Rusinë e Vladimir Putin? Dhe mund të ndodhin. Se dëgjojmë vetëm komplote për së brendshmi, pa atentate për së jashtmi? Atentatin, nëse e bëjnë ato rreth i ngushtit të tij, domethënë, e bëjnë rojet aty që janë aty dhe që sigurisht janë të paguara nga dikush tjetër nga jashtë. Por atentat mund të quhet edhe helmimi, ose një infarkt, për shembull, që mund të ndodhi. Mirë, mos futemi këto teori se nuk dalim dot, po të flasim konkretisht për atë që po ndodh. Për kureshtën time, pse pikërisht në Turqi samiti i NATO-s? Është përcaktuar ka disa kohë, në fakt kishte 22 vjet që nuk ishte zhvilluar një samit i NATO-s në Turqi. Ka pas edhe probleme, duhet të sjellim në vëmendje edhe çështjen e S-400-s, që Turqia bleu në Rusi për sistemet raketore mbrojtëse, sepse në kohën e presidentit Barack Obama, i cili nuk pranoi që të shiste Patriot, pra raketat mbrojtëse Patriot Turqisë, dhe Turqia u kthye në drejtimin e Rusisë. Por gjithmonë duke qenë, siç është ajo, ne kemi atë shprehjen, të vallëzosh në tehun e shpatës, pra kjo ka qenë politika që ka bërë deri tani dhe vazhdon ta bëj Turqia, dhe ato thonë që turqit kur flitet për çështjen e marrëdhënieve me Rusinë, turqit thonë që ne jemi antar shumë të rëndësishëm të NATO-s, por nuk jemi kundra Rusisë. Pra kjo është ajo që përdorin vazhdimisht. E qëndron kjo logjik? Apo s'ka ku të rish? Shiko, kjo është çështje diplomacie edhe. Turqit kanë... Edhe diplomacia duhet ta ketë një vit logjike, apo? Patjetër që po. Po në këtë vit logjike që thoni ju, turqit kanë përfituar shumë, sepse duke mbajtur këtë qëndrim, ata janë shtrirë jashtëzakonisht shumë në ato që njihen republikat e Azisë Qendrore. E kanë edhe prejardhjen. Gjetje e Fidana apo Erdoganit? Jo, kjo është në fakt është një teori që në momentin që në momentet kur ka ardhë në pushtet, pra po flasim për vitin 2002, largët 2002, kur ka ardhë në pushtet partia e drejtësisë dhe e aksionit që udhëhiqet nga presidenti Erdogan, që ka pas një politik të tillë për të pas marrëdhënie shumë të mira dhe për të depërtuar në ato republikat e Azisë Qendrore, pra që janë Turkmenistani, Kazakistani, Kirgistani etj, që duhet ta themi këtë, është një politik që shkon drejt krejtësisht në favorin e perëndimit, duke qenë se perëndimi e ka të pamundur të hyjë në këto republika, sepse janë brenda në territorin Azia Qendrore, është krejtësisht e izoluar, por Turqia e ka shumë të lehtë. Kjo është arsyeja pse mbahet në Turqi? Një prej arsyeve kryesore? Jo, kjo nuk është, po kjo është ajo arsyeja sepse Turqia shikohet dhe besoj e keni dëgjuar para rreth një javë 10 ditësh, vetë presidenti Trump tha Turqia është një nga aleatët më të rëndësishëm që kemi në NATO, dhe është e gjithë kjo po i hap Turqisë një vizion krejt të ri për zhvillimin e saj, sepse kemi zhvillim të saj teknologjik dhe ushtarak, shumë të rëndësishëm, dhe kemi edhe zhvillimin ekonomik të Turqisë. I pjesë e madhe të këtyre republikave në Azinë Qendrore flasin dialektin e turqishtës së sotme. Pra është edhe më lehtë për të depërtuar në këto republika.
pra në Kirgistan, Qartë. në gjitha këto zonat. Pati një moment shumë interesant gjatë komunikimit me gazetarët të Mark Rutte. Një prej tyre, ishte gazetar që vinte me shumë mundësi nga Europa, e pyet, po zhvillohen samitin në një vend që nuk garanton lirinë e shprehjes. Kujtojmë se ka pasur të arrestuar komunist që kanë protestuar për samitin e NATO-s, por gjithashtu edhe një aktor, komedian shumë i njohur, me argumentin se ka thyer Recep Tayyip Erdogan, ka përqeshur gjithashtu edhe librat shenjtë. Ke një koment në lidhje me këtë? Rutte, për të thënë paraprakisht, e relativizoi. Tha patjetër që për aleancën është shumë e rëndësishme liria, mediat ju jeni potenciali jashtëzakonshëm me tjera si këto, po qëndrim nuk mund të mbaj kur është mysafir. Shiko, situatat janë të tilla ku mund të krijohet edhe ndonjë deficit në drejtat e njerëzit. Pra situatat janë të tilla. Jo më të mira të mundshme, unë nuk jam për shkeljen e drejtave të njerëzit, ku përfshihet edhe liria e medias, por duhet të pranojmë gjërat ashtu siç janë. Pra janë situata ku... Për rastin e Turqisë? Jo vetëm për rastin e Turqisë, ka momente kur edhe në vendet të perëndimit kemi shkelje drejtave të njerëzit, liria medias në disa raste është problematike madhe, dhe ju kujtohet, besoj, rreth një vit e gjysmë më parë, ajo fjala e famshme e Gjidi Vancit në konferencën e sigurisë të Munich, në shkurtin e 2025-s, i cili tha që Europa duhet rikthehet aty ku ka qenë, tek liria e shtypit, dhe ai vendoste si pikë kryesore lirinë e shtypit. Pra, në këto momente është pak e vështirë që të thuash të vesh gishtin tek Turqia.